Tek fëmijët edhe tek familja e nguj sakrificat gjithmonë janë më të mëdha, si nga aspekti nënës. Po, ama jo flijim për ta. Jo flijim, sepse ti nëse e flijon shëndetin tënd, ata s'kan me pas non. Ti nëse e flijon qetësinë tënde shpirtërore për një burr i cili lodron natën, ti s'ke me pas mo gjendjen tënde emocionale si përpara. Edhe dashuria jote zbehet, por nuk bën me fliju veten për kur gjën këtë jetë. Përveç për Zotin, me falenderu o Zot faleminderit, që sot unë ngrita dhe po e shoh qiellin, po e shoh dritën tënde. Dhe e tjeshme është e kaluar. Të nesërmën, askush nuk e di. Por të sotshmën është dhurat për ty. Prandaj, jeto për të sotshmën, sakrifiko për fëmijët, për familjen, sakrifiko veten për hir të Zotit, sepse ato janë amanet, burri e ka gruan amanet, nana i ka amanet prej Zotit, se i ka kriju, i ka lind, duhet mu rrit, mu eduku, por me fliju mund është vetëm për një ideal. Unë kam ideal, ideali im është drejtësi dhe paqe, me pas për të gjithë, duke fillu prej familjes, me pas drejtësi që trashëgimin më janë da vajzës edhe djemve, edhe paqja vetë-vetiu vjen. Edhe në shtet, prandaj deklaratat e mia gjithmonë i jap në këndvështrimin e drejtësisë, për me mund me arrit paqe. Kjo është misioni im, ideali im jetësor, që jam gjendje me fliju. A me sakrifiku është tjetër. A flijim, ti shkon me kamët e tua, sepse vdekja ma nuk ekziston. Kur një njeri nuk i frigohet vdekjes, që mu kjo më ka ndodhë mas vdekjes e djalit, kam fillu, atëherë unë kam dalë me shpjegu fen time islame, me prediku ma ndryshe. Kam thënë mjaftë ma Iqbale. Kam mendu se nëse i tregoj unë e disa të vërteta fes, kam me bo përçarje. Por deri kur unë kam me hesht, edhe kam thënë mjaftë ma Iqbale, ki me dalë, ki me tërgu edhe punë e imja, deri sa të vdes është, që përmes një të vërtete që unë e tregoj, kam me i rëzu për toke miliona gënjeshtra. Sepse kjo është ideali im, drejtësi dhe paqe. Është flijim, unë du me fliju vetën. A me sakrifiku, sakrifikoj gjdo sen që ka kam, edhe pasunin, edhe shëndetin, por edhe këto e sakrifikoj e jap një veshk për birin tim, për ty, për dikant që du, por jo për ty si person, se ta kthen shpinën, se jemi na si krijesa bukshkelse, po e bëj vetëm për hir të Zotit. Besoni, kur ti bëni punë për hir të Zotit, a keni pa ato puzllat një panoram, kur don me ndërtu. Ti habitesh, ua, more unë e pata në listë 4-5 punë, po i kryta e do punë më të mëdha që si kisha në listë. Sepse Zoti planifikon për ty. Se ti nuk e bën kur gjo as për burrin tënd, as për fëmin, as për nanën, as për babën, se dhe babalart bëjnë pa drejtësi, po e bën për Zotin. Unë kadal, ka me vetësu këtë burrin tim, që nuk je në rrugë të mirë, ka me i tregu babës tem që nuk po bën drejtësi me ndarjen e hisës, e tjera. Kjo vlen edhe për shoqëri. Për shoqërinë kosovare, une për qeverinë tonë, për mendimet që i jap, cila do qeveri që të vjen, sepse unë nuk jam person politik, nuk jam as apolitik, po jam bipolitike. Sepse për mu mendoj se një fe, apo një ideologji, pa politik, është si trupi pa kokë. Prandaj, shpesher dëshpërohem se nuk po ndalen pa drejtësit. Tash emisioni kishte me uzat, po do ta shihni në romanin tim edhe në qose më diqni në YouTube, do ta bëj romanin edhe audiobook. Kështu që mas shkurti duhet me këshyr paqen e brendshme. Qose ti je e sinqert me veten tonë dhe brenda teje, unë të tham sot një bised edhe ta tham mas 10 viteve.
Po në qoftë se nuk jam e sinqert, unë e kam thënë, ua, si i thash herës, si i thash Atigjes, si i thash filanit, fistekit, edhe kështu që e humbi paqen e mbrendshme. Si ta humb paqen e mbrendshme, përriti të gjitha tjera, se suni për shtatesh.